Miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Patjetër që do them faleminderit. Janë ditë të nxehta vere dhe unë e di që ka ndjekës të kanalit të Ertë Shkodra, patjetër që e ndjekin emisionin Pena e Shkodrës. Dhe ju jam mirënjohëse dhe falenderuese dhe uroj që të ketë shërbyer sa të pak ndonjë libër që duhet të lexoni gjatë verës, ndonjë këshill, ndonjë, nuk e di, të shuaj kuriozitetin tuaj rreth edërsisë. Jam munduar të sjell në studio njerëz të cilët kanë shumë për të thënë, por Gjerasin të përshëndes të gjithë ndjekësit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës dhe të kanalit televiziv të Ertë Shkodra. Dhe sot në studio nga ftuar një mike të përzemërt, dhe jo pa një arsye të veçantë, por do ta shtjellojmë gjatë bisedës së bashku. Është artistja faktikisht. Unë i them artiste sepse është e gjithëanshme. Nermin Shurdha. Mirë se erdhe. Është kënaqësi të kemi sa her pas here miq në studio. Unë du të them mim. E di që themi Nermin, po ne të gjithë miq të zemrës, unë të thras mim. Je një vajzë e cila nuk e di a kalon një muaj pa u gjendur në udhëtime. Por e di që këto udhëtime të një pas njëshme nuk vinë thjesht për të shoqëruar, për të vizituar një vend, por bashkë me vendin zbulon shumë shpesh autorët e atij vendi, përtej edhe muzejt e vendit, edhe historinë e vendit. Çfarë ndjesie të jep kjo? Gjaja para shumë kënaqësi me kanë prapë në këtë studio. Për mua është gjithmonë një vend ku vi e në jem si në shpiteme. Edhe për imena është e vërtet që kur t'jepet mundësia me udhëtu, mira është me shfrytzu. Edhe mu pëlqen fakti që udhëtimet me i lidh me librat. Ka autor që i kam shumë për zemër, edhe shkojnë në ato vende që ato përshkruajnë në romane, dhe preferoj që të vizitoj vende që përshkruhen në romane në krahasim me vende turistike që vizitojnë gjithë turistat që shkojnë në atë vend. Po marri shembull, para 2 muajsh pak a shumë isha në Barcelonë. Normalisht një kalim të shpejtë te këto ndërtesat e arkitektura Gaudi, por pjesën më të madhe të kohës e kam kalu vetëm në rrugicat ku përshkruhen në librat e Zafonit. Edhe Barcelona është Barcelona është fiks Zafoni, domethënë është një autor që si është ajo përshtypja se është diçka që ti e ke lexuar për libra, dhe vjen më një herë ajo mënyra që ti e shef të gjallë, e shef diçka krejt reale para teje. Si është përshtypja e parë? Përshtypja e parë për mua si person Zafoni është i veçantë, sepse nuk e jep qytetin si një vend ku janë të nollë dagjana, siç mund të nollin me shumë autor. Ai jep qytetin si pjesë e historisë personazheve, domethënë që ti nuk i shanse me harru qytetin ku është bë ndodhia. Ndoshta e ke vite që se ke lexuar atë roman, nuk të kujtohet emri i personazheve, po sigurisht rrugët e atmosfera e qytetit e merr me vedi, domethënë. Edhe kjo është arsye pse Zafoni të bën për vedi, jo vetëm pjesa e misterit e historitë që ai përshkruan, që janë shumë interesante. Përshkrimi i Zafoni ka detajiste, faktikisht që ti nuk mundesh me najt, po i majt me memorien tënde. Bën munal, edhe vetë qyteti që ai përshkruan është fiks siç e përshkruan në romanet. Domethënë është një vend që të bën për vedi. Të njëjtën gjë, po du me idolizat se e kam edhe si të preferuar edhe Orhan Pamukun. Pasim për letërsinë turke tashmë. Edhe e di që është një ndër letërsitë tuaja të preferuara, ashtu siç është edhe vendi, më duket. Ndër vendet e preferuara. Viziton shumë shpesh. Por e di që sa herë që shkon vjen me ndjesi të tjera. Edhe sa herë që shkon zbulon vende të reja. Ka ende vende për zbuluar nga ti? Po, ka shumë. Jo, unë pata fatin para 15 vitesh me mësu turqisht. Edhe kur mëson gjuhën normalisht futesh pak më shumë te kjo kultura, arti, letërsia, këta, dhe letërsia turke ka një gjë shumë të veçantë sepse tipike thonë ka melankolin, nostalgjin. Domethënë letërsia turke nuk është një roman siç janë shumë dramatike.
faktikisht. Ka sensin e dramatikisë. Edhe aja pak, por ndryshe nga romanet që na mësu klasik amerikan, europian, që ka një rrjedhje ngjarjesh që ty të lidhin që dan me ditë vrap, me kalu flet, me ditë ça panon mrapa. Kjo po më me Terezi, si edhe të ban munal te koha. Për letërsinë turke, koha nuk është diçka që kalane duhet me kalu, është diçka që nalet, rrin avash avash. E për njëte ka nostalgjinë sepse e lidh me objekte, e lidh me qytetin, e lidh me lagjet. Edhe kur lexon ti një libër të letërsisë turke, ti e lexon edhe prit marrë herë lexon edhe prap edhe një herë një atë kapitull sepse pse është nali ky autori këtu. Edhe çdo gjë që prek personazhi, kështu ai ta mon ty si diçka nostalgjike që e din që ka me kujtu, si më thonë. Edhe një gjë të tillë për shembull nuk e ka vetëm Pamuku. E kanë shumë autor turq që janë të vjetër që kanë edhe frymëzim i Pamukut. Edhe kanë pas kaq sukses si lloj letërsijet në përbot, sa një qeveri e tonë turke çohet me i dhuru këtij autori një shtëpi të vjetër karakteristike që ai më e përdor edhe me e bë siç e ka përshkruar te romani Muzeu i Pafajësisë. Aty ishim para 3 javësh me motrën edhe turist pa fund, dhe me thonë, prej një librit që ka pas sukses të Pamukut. Ashtë e ideja, dhe me thonë, që sjell një libër. Ashtë impakti jashtëzakonshëm. Impakti nuk e ke idenë sa turistat ishin, ata për imend 15.000 lekë vjetra është bileta, dhe me thonë paka shumë me lekë tona, dikun të 18-17 euro ishte, edhe ai vetëm një shtëpi ka, do të 3 kate me ka 2 dhoma pa i quj, ai mush plot edhe bën turizmin e pa fal vetëm prej romanit. Edhe ishte edhe romani shqip aty, sepse kishin vu një stend me gjuhë që është përkthy romani, edhe ishte shqipja aty për po ekspozume. Si është ndjesia? E ke lexuar libër Muzeu i Pafajësisë, faktikisht është një libër shumë i bukur. I jashtëzakonshëm dhe në librat kisha më thënë ikon të mbetur në atë këtij autori. E vërtet. Ndjesia me i prik gjanat njësoj se në libër, është një ndjesi krejt ndryshe sikur po hyn ndoshta brenda një libri edhe po shpërton fletë e tij. Fati turqve është se Orhan Pamuk është mirë shnash, edhe edhe është ai vetë që ka bë një 2-3 vjet me bë si muzeum. Fal. Po është ai që si mas imagjinat ti ka vendos çdo objekt dhe e ka zgjedh ai. Sepse thjesht jashtë dhënë ky muzeum po e quaj, domethënë kjo shtëpi e vjetër tipike dhe ndodhet te një lagje Tophan, quhet edhe lagja atje në Tophan. Po s'ka një Tophan në Turqi, se edhe në Shkodër e kena. Është Tophana fikse turqisë që është afër Kuls, si më thon Kuls Gallata, është shtëpi turke praktikisht, tipike, pjesë e një lagje të madhe, dhe çdo objekt atje është zgjedh nga vetë autori sipas përshkrimit të tij dhe sipas asaj që ka pasur në mend kur e ka shkruar. Edhe çdo gjë atje është krejt siç përshkruhet në roman. Domethënë është si mu fut brenda një libri, edhe kur merrat audio guidën poshtë për turistat që nuk dinë turqisht, domethënë, ishin ton turistat huaj që sa shifshin diçka ose e ndiqim me kështu i thoshin njëri tjetër shife, ajo që kena pa të librit. Domethënë si mu fut brenda libër. Përveç rekomandimi që kam për me lexu si libër, a përkthyja gjindet shqip domethënë, është përkthyr sa herë, jo një herë, disa herë dhe është me vite i përkthym faktikisht. Është edhe një vend i aksesueshëm ku kush viziton Stambollin, që besoj ka shumë shqiptar që e vizitojnë edhe për festat nëntorit, edhe për pushime, bajramit e kështu adin, të paktën me që janë atje, me hime, po, sepse është për imën, mu fut mrena romanit i bjen, mu fut mrena historisë. Në kësjall 2 autorë kolos, faktikisht, Sahon edhe Orhan Pamuk. Është me të vërtetë mreslance, faktikisht. Ne nuk u nalme tek Dantes, por po e cekim deri diku, por unë më nal tek një mik i jemi që bën disa përkthime të jashtëzakonshme, dhe dëshiroj ta përshëndes nga valët 92 MHz të Shkodrës, gjithashtu edhe nga Rreth të Shkodra. Është Elmaz Fida, faktikisht është një nga përkthyesit e jashtëzakonshëm. Ai është një artist i fjalës përkthyer dhe i fjalës lirë faktikisht, dhe unë e vlerësoj jashtëmase. Ka një veçanti Elmazi sepse sjell
po shumë shpesh përkthimet linjes mesme, të autorëve të linjes mesme. Dhe unë e vlerësoj një gjatë tillë që të dalim pak nga ajo rutina e letërsisë klasike ose e letërsisë europiane edhe bestsellerave e shumë çka tjetër, dhe të shohim edhe një mentalitet tjetër edhe një botë tjetër, pse jo. Dhe po lexoj ndërkohë në bisedën me Mimin, unë do të lexoj disa të ndryshme her pas here. Nga Lina Hajan Al Hasan. Nuk mësova të qëndis, nuk mësova të qep, nuk mësova të hekuros, madje nuk mësova dot as të pres majdanozit e të ndaj kungulleshkat. Po të mos ishte rreptësia e nënës time, nuk do të kisha mësuar as të gatuaj as të pastroj. Sot jam mirënjohëse që një qasjes e saj, tradicionale të prindërimit dhe edukimit tim. Ajo më shndroi në një zonjë shtëpie pavarësisht se nuk doja. Më kujtohet mjaft mirë kur kthehesha nga universiteti dhe nga bisedat e kafineve rreth ekzistencializmit dhe Simone de Beauvoir. Nëna më kërkonte të përzijej kosin për gjellën që po gatuante, apo të laj thjerrëzat ose të pastroj orizin. Nëse nuk i pëlqente pastrimi im i shtëpisë, më detyronte t'ja nis nga fillimi, para se të më lejoj të kthehesha studimeve. Sot jam mirënjohëse dhe e falenderoj me zemër sa herë që gatuaj edhe pastroj. Sa herë vadit lulishte në oborrin tim. Sa herë që palos rrobat dhe pastroj mobiljet nga qimet e macës. Të falenderoj, mama. Gatimet e mia janë shumë të shijshme, fal faktit se ti je nëna ime. Sot e gjithë bota ka mall për këtë lloj nënash, nëna që çepin, thurin por lovra leshi me duart e tyre dhe u adhuroj njerëzve të dashur. Dhe për ato nëna që gatuajnë me dashuri për njerëzit që i duan. Lam të mirë atyre nënave që mbollën e kultivuan tek ne dashurinë për jetën. Pa ndjerë. Bota e ardhshme do të dështoj dhe do të mbytet në dëshpërim për shkak të nënave të reja. E me që mua më pëlqen të filozofoj për çdo gjë të madhe dhe të vogël, dua të them se Martin Heidegger mendon se mendja është e mishëruar tek dora. Njeriu nuk mendon me mendjen e tij të izoluar nga trupi. Përkundrazi, dora e tij është syri i mendjes. Ajo zbulon botën dhe jep kuptim. Po, është inteligjenca e dorës. Ishte një poezi shumë e veçantë. Mim në të vërtetë prindërimi ka ndryshuar me vitet. Nemi me fat që nënat i kemi ende gjallë dhe ende kemi këshillat e tyre, ende ne kemi parasysh një botë të një brezi tjetër, por është një botë e krijuar disi ndryshe nga kjo bota ku ne jetojmë sot apo jo. Është pak diferencë e madhe në fakt, sepse këtë e shohim për shembull ne edhe që punojmë me tri, domethënë e shohim që nanat sot nuk e kanë atë investim që kanë bërë nanat tona me ne, domethënë sepse ose sakrificë. Pa investim edhe për kohë, edhe për kohën është vërtet. Edhe për kohë, sepse ata përmend që sakrifikojnë edhe nanat sot me 100 punë, po është investimi i kohës të fëmija që i lënë mangësi fëmijës edhe të bjen këto kundër përgjigjet që nuk e... Kemi rastisur disa herë në emisionin Pena e Shkodrës me psikolog dhe thirrja e tyre vazhdueshme është largimi i fëmijëve nga rrjetet sociale. Domethënë i fëmijëve të vegjël, sepse jo të gjithë fëmijët mund të largohen nga rrjetet sociale. Në një moshë ato të adoleshencës ato kanë akses dhe nuk e se si të largosh. Por fëmijëve të vegjël, po qoftë edhe fëmijëve të përsalindur nga çdo gjë digjitale, siç është kompjuteri, telefoni, dhe shumë çka tjetër, televizori dhe shumë çka tjetër. Më duket se është ky lloj, sidomos ky lloj prindërimi që po zhduket nga dita në ditë, sepse unë e verej që nuk është ajo koha në dispozicion. Më duket se tashmë shkputja nga puna nuk është krejt e kollajt. Ja. Dhe është diçka më ndryshe dhe nuk është thjesht një punë, por janë 2-3 punë. Dhe aty i besohet pastaj këtyre mjeteve të tjera të digitalizuara. Gjë që është e gabuar faktikisht. Koha është 24 orë për tonë. Thjesht duhet me kanalizu gjithë secili si me e kalu. Thjesht sa ma pak rrjetet sociale normalisht, sepse ke investim të vetë janë gjëra të tjera. Të duket sikur po i kthen nënës tënde investimin, e di që ti po nuk po them po investohesh, po shijon kohë të këndshme me të me në për udhëtimet tuaja. Po, jam të mos shpesh. E merr shumë mamën me vete dhe kjo është një shembull faktikisht. Është diçka fantastike.
Te din prin ton ka njëtu komunizmin edhe është diçka që i ka mungu ton jetën normalisht. Sidomos udhtimet, patjetër. Udhtimet dhe jashtë vendit, pa diskutim. Edhe sot i kena ti mojnë mirë, ti të kujdesen që ata duke se po ja rikthen atë kohën e investuarit tek po ja rikthen në një mënyrë tjetër. Shijojnë udhtimet me mamin? Ka në një batutë të cilën mund na të ndash me nesat? Po, kur ishim për shembull në Firenze, që ishim për Bajram, edhe normalisht jena mësuna këto që shkojmë në disa markete, për shembull, ke oferta Bajramit, edhe të kenë se mama ka stamollin shumë për zemër, atje ofertat për Bajram janë jashtëzakonshme. Po, është vendi ku festohet festa më së shumti. Edhe na këtë Bajram ishim në Firenze faktikisht edhe kur shkuam atë pave ishin kështu ta koshat shkruan oferte po ata i kanë gjithkohë kjo habituave pas kanë bërë këta oferta për Bajram domethënë në Itali tash nuk ishte diçka që thjesht e pritte se gjithkush e feston Bajramin si përjeton udhtimet e kuptoj që një guidi si Nermini është një guide jashtëzakonshme dhe është një guide mirë zgjedhur sidomos për jashtë vendit edhe brenda vendit pa diskutim po kur je për jashtë vendit është shumë më mirë si përjeton nëna jote me mamin mundohem në vende ku ka transport publik normalisht edhe jashtë nuk është një problem sepse ata kanë transportin publik në çdo qoshe edhe mundohem mas me zgjedh këto 2 muajt e verës për shembull kurrigosht nuk shkojmë kënd me mamën se është edhe mosha nxehti e këto plus si ka dhe kosto tjetër se kurriku gushti janë biletat më të shtrejta e kështu por pjesën tjetër të vitit për shembull që është në shtator do të kenë një udhtim tjetër do shkojmë në vende ku edhe shef diçka se mama pëlqen shumë natyrën domethënë i pëlqejnë parqet e këto vendet ku ka art skulptura piktura kështu muzeumet i shijon por jo më ndaj të gjatë sepse mandej më kalon ton dita thet du me pa prap se ato 3 ditë 4 ditë që kena në dispozicion ajo do të më shfrytzu maksimum si thonë edhe shijon të sheti domethënë sidomos ngoçi trenat na nuk I kena fart funksional aja knaqet kur knaqet poshtë panorama që ofrojnë trenat jashtë vendit jashtë Shqipërisë pa diskutim është një panoramë e jashtëzakonshme dhe është një që ke dëshirë ta kalosh në një farë kohe. Ne duket të kemi nostalgjinë e të hypurit në tren edhe pranoj ajo është me tren, është kjo ideja, të udhëtimi me tren është një diçka krejt ndryshe faktikisht. Bile çdo udhëtim ndonjëherë se unë blej gjithmonë libra kudo që shkoj. Prit se do ta diskutojmë, edhe valizhen me libra, që shkon bosh në për vendet e huaja dhe vjen me libra prandaj. Do ta diskutojmë, po prit më mirë mos I zbuloj kështu përpara. Jo, po thet ke herë sa pak tet këtë radhë shtre, se adin kur ka herë ka mundësi që herë nuk shkoj me valizë, adin marr udhëtimi shkurt marr I çon shpinën, I thon blej 3 libra, 4 libra. Bëhet marak se ata ishin shtrejta, do që çakonoll që s'po blen shumë. Kujtohet udhëtimi jon Venecia më duket, tek ajo libreria po te Aqua Alta. Mu më kujtohet shumë mirë sepse më kujtohet çanta që më rëndonte kur u ktheva nga Venecia, nga ajo libreria e famshme që ishte në gondola një pjesë, edhe morëm një turr me libra sepse Mimi e kishte për zemër të merrte libra dhe ne u turrëm të gjithë të marrim libra. Faktikisht janë një kohë mjaft e bukur. Të kthehemi pak Dantes. Po. Çfarë shijon më shumë Firenze? Edhe I ke vizituar të paktën muzeumet ku janë veprat e Dantes, ku flitet për veprat e tij. Atëherë, Firenze në përgjithësi është edhe rruga vetë është muzeum, domethënë, sidomos qana që ke tonë ata skulptura, ato si Meduza, nëse janë është vetë muzeum Firenze, po muzeum ku janë të ekspozuar veprat e Dantes, muzeu Uffizi, muzeu, domethënë janë davane që kush kanë duhesh me llogarit atë ditë me hek për çdo gjë tjetër, domethënë se dën qetësi. E para dën qetësi dhe e dyta ti futesh në një botë tjetër, totalisht. Kur flasim për Ufficin, flasim për një botë totalisht tjetër të ndryshme. Edhe nuk mjafton thjesht shikimi, është e domosdoshme që ti një që të admiru, munal me lexute tabela informuese, domethënë, sepse ti je shef e dallon, e njeh që e ke pa prej dikon, për një më ushta Google o diçka, por momentin që ti lexon shpjegimin, e kupton
pse është në atë formë që është shprehja jo vepër arti, edhe pse është aty domethënë. Më kujtohet që unë adhuroja statuën e Amore dhe Psike. Edhe kur e kam vizituar tek Ufici ishte një surprizë për mua faktikisht sepse nuk kisha hyrë në për hulumtime për të kuptuar se që është fiksa aty domethënë. Edhe sinqerisht ishte shumë më e bukur. Ishte vetë. Ishte shumë më e bukur live. Kam një poezi tjetër. E ke parasysh që poezit ka një herë përveç se janë ato që thurin fjalë bukur dashuri, po pas ka edhe poezi që mallkojnë. Dhe unë nuk e di, nuk e di a ke ndeshur ndonjëherë të mallkimit. Unë jam mundur të shkruaj ndonjëherë diçka të tillë. Përkthimet e Elmazit, vazhdojmë me sa shoh. Është përkthimi i Elmazit nga një poezi nga një autor arab, thot anonim, nuk duhet t'ja ke gjetur emrin. Por ishte një poezi mjaft interesante. Në dashurofsh tjetër kënd, u zgjofsh çdo mëngjes me dhimbje dhe mballe. Të rënd një mis në çdo fixhan kafeje që pi, dhe sa herë të dalësh jashtë të prift rrugën një mace e zezë. Në dashurofsh tjetër kënd të kaloft një kamion me shpejtësi pranë çdo pellgu me ujë, që t'i nxjerr jashtë përdorimit rrobat e reja që sapo ke veshur. Sa herë u kthefsh në shtëpi të rënd uji xhavelim mbi rroba. Në dashurofsh tjetër kënd, të ngatrofshin këmbët e u rrëzofsh para gjithë njerëzve. Të mallkoft një plakë bekuar që të mos bësh pikën e hajrit. Në dashurofsh tjetër kënd, u dashurofsh si i çmendur dhe ta thejf zemrën. I dërgofsh letra dhe të injoroft, të trajtoft sikur të mos ishe prezent dhe të tradhtoft me mikun tënd më të ngushtë. Në dashurofsh tjetër kënd të rënd një sëmundje e tillë që sa herë të futësh një kafshat në gojë të kafshosh gjuhën. Në dashurofsh tjetër kënd të art një makinë me shpejtësi maksimale, të ndaloft 5 cm larg teje. Nuk dua të shkel, por dua të paralizohesh nga frika dhe të merri. Në dashurofsh tjetër kënd të ndaloft një patrull policie dhe njëri nga oficierët të thërras, po, ky është vrasësi. Dhe ditën e gjyqit tënd të gjithë avokatët dhe trupi gjykues i zënde për ira e barkut që të mos vinë. E frikshme kjo. Janë këto përkthimet pikante të Elmazit, por se ku ka shkuj ka zbirilu domethënë. Është gjithmonë i veçantë në gjetjet e tij, është gjithmonë ndryshe. Përveç se folëm për letërsinë e huaj, por edhe për vendet ku mund të zbulojmë, ku ajo atribuohet dhe si vepra ashtu në muzeume dhe mund të vizitojmë her pas here. Le të kthehemi vendit tonë. Mimi është një udhërrëfyese shumë e mirë, është një guid fantastike, sidomos e Alpeve tona, e cila realisht unë mendoj se i njeh me pëllëmbët e dorës, çdo pëllëmb të Alpeve tona, një pjesë të mirë të tyre. Një pjesë të mirë të tyre. Është mbërthënëse mënyra se si turistët vinë edhe vizitojnë Shqipërinë, edhe apo si është kjo ndjesia kur ka turistë huaj, çfarë duan ata të njohin më shumë tek Shqipëria? Ajherë ata me çka kam pa unë domethënë në këto vite që punoj si guid, dojnë me një historinë, por dojnë që mos me ja bë guiden si një leksion historie. Ato dojnë që aty ku i çon ti, nuk ka rëndësi është fush, është një objekt qyteti këto. Ata dojnë që çdo gjë për cilën ti të fol, dojnë me e pa, dojnë me prek. Në qoftë se ti i thu që banorët në këtë vend kështu, ata kanë qef mu fut. Është një shtëpie braktisur, është një që janë këto stanet për shembull në për Bjeshk. Janë vende që kur vinë nuk dojnë vetëm me janë historinë, këto dojnë edhe me ditë se si është edhe me prek se si është historia Shqipënisë. Plus si na si Shqipëni kena fatin që ndryshe pri tonë Ballkani që edhe ata kanë pas Turqinë si na, na kena entitetin ton, identitetin ton dhe kena ballça me i dhanë të hujve. Do të thonë, të hujt nuk dojnë me të njëjta gjëna që ka Bosnia, që ka Kroacia, Greqia, Maqedonia. Do të thonë, e din që kena gjëna të përbashkëta, ashtu siç kena kuzhinën apo shumë elementa të tjerë. Edhe elementa etnografik që kena baja gjithë ngjashme, ata dojnë ndryshime, dojnë me ditë
që në ka gjatë historisë që kina kalu në shqiptarët, që në ka bë me nejt, me rujti këtë identitet. Dhe kja është aja që turistin e bën me të një, me të një e me të bë pytje, se në momentin që një turist të okay, vetëm të një, dhe më thonë që aja ka një dikon edhe nuk ka interes me i këtë që i të i thonë. Nuk të me dëgju të njëjtën gjë disa herë. Njëjtën gjë, kurse kur i thu diçka të re, fillan e bën pyetje dhe aty ti e kap atë, domethënë që ti e lidh me Shqipërinë, sepse është hap nami i Shqipënisë, shqyr zotit i to vitet e fundit, u bën 5-6 vite që ne kena, sidomos Shkodra ka turizëm bajagi masiv, dhe normalisht ato vinë dhe krijojnë një pritshmëri, pse njerëzit vinë na livdojnë këtë vend. Kështu që ti duhesh me mush atë pritshmëri, nuk duhesh me luftu me siç luftojmë ne, shohim turista, bravo, po rrisim çmime. Domethënë duhesh me luftu me i pru, jo me i largu. Me pas një mënyrë çasti, një mënyrë largimi. Storytelling është një nga mënyrat më të mira që ti me i bë për me dhënë atë feedbackun e mirë atje ku shkojnë, domethënë. Na kena histori boll, është e mjaftueshme që guida me kenë i mirë informuar, edhe me dhënë histori jo të njëjtat gjëra që. Nuk kisha më thonë është e mjaftueshme, është e domosdoshme që guida me pas një informacion. Është baza. Edhe përmbi informacionin edhe histori të vendit edhe shumë çka tjetër, është masa e vërtetë ajo. Prandaj Nermini është një vajzë kaq kështu, jo thjesht është një vajzë e zgjuar, po është një vajzë e cila punon jashtë maset edhe me të kujt ka një relacion shumë të mirë, ka një lidhje fantastike. Mihem rahat. Mim në Shkodër atraksionet që kërkojnë me pa turista, cilat janë atraksionet më së shumti. Dhe ç'i shtyn më tepër për me vizitu vendet e tilla. Ata që vinë në Shkodër janë lloji turistave që preferojnë kulturën e artin e qytetit e historinë. Sepse na kena dy lloj turistash, lloji turistave që nuk e don qytetin, ato nalen në zonat rreth e rrotull Shkodrës dhe nga që i tërhekin pjesa maleve, lumeve, kështu ata preferojnë që edhe akomodimin me e bë jashtë qytetit. Po shumica janë që preferojnë artin, kulturën, historinë e qytetit dhe këto tërheken shumë kur shohin shtëpia tipike shkodrane. Për shembull, kur kalojnë pjacë që janë shtëpiat të Hektorit, i bën përshtypje se është e ndryshme prej arkitekturës. Po, është e ndryshme prej arkitekturës së Hidromenës dhe kapin këto detaje. Pse kjo është kapin këto shtëpia tipike. I pëlqen që me dalë për i qenërës dhe i pëlqen me vizitu, për shembull unë i çoj shpesh te këto rrugica që janë afër qenërës, që me pas i jetohet tamam, sepse na kena këto muret e ulta, avullit që i kena me gurt janë vjetra. Ata nuk dojnë vetëm qenërën, thonë dojnë me pa diçka tipike, si me thonë se qenëra pedonalja është diçka që ti e bën për një orë, ja vizitan e tanë, edhe mundohem me i fut në këto rrugica. Pedonalja është diçka që klikohet lehtësisht në për rrjetet sociale, ti ke aksesin për me pa më së miri. Sidomos edhe nga videot që nxjerrin tash parë. Kush vjen, si më thon, gjys ditët e kalan ty e pa vetë, edhe kur e fut guida me pa, thot, okay, po më shpjegan, po a ka edhe diçka tipike që mund ta shohim bashkë. Dhe kjo është ajo që të bën që ti me shetit pak në rrugica. Këto marrojnë për pjesën e rrugicave, se shohin edhe gjallësa mica qeni që jo është janë më sensibël se ndandin, shohin që ka edhe jetë edhe kujdes. Sepse ata dojnë kujdesin ndaj gjallësave tjera. Normalisht pjesën e natyrës na kena unike, jo se jena veç shkodrane na pëlqen mu livdu, po tre lumeje, një liqen që rrethojnë qytetin, janë vendet rralla që e kanë edhe këta vendet rralla dhe pamja që ofron Kalari Rozafa është jashtëzakonshme. Janë bekim që i kena pas prej Zotit edhe vetëm të huaj që vinë rrinë na thonë ai jeni të ndërgjegjshëm për këto mrekulli që keni rreth. Po një pyetje tillë. Po është diçka për asete që ke që ka qytet faktikisht. Zbat fjalë. Ata normalisht kanë kush ka pas një liqen, për shembull janë këto Lago di Garda që është në Itali, që kur vinë italian që jetojnë në ata zona, thonë se liqeni i Shkodrës ka të njëjtën vjetërsi me Lago di Garda. Jo njësaj. Thjesht rujtja e investimet e qëndrueshme që janë bërë atje, normalisht na skrahasona dhe thonë që me u mundu me kuru e me majt pak më mirë, ju do t'ishit më mirë se na, se ka të njëjtin vjetërsi, të njëjtin tipologji liqenit. Pak a shumë, si më thonë,
thjesht na kena punu nësh, ata kanë punu nësh. Mendoj që vitet e fundit po jepet disi më shumë vëmendje pi aseteve të turizmit më më. Shpresojmë. Po shpresojmë sepse unë faktikisht do të isha shumë e lumtur sikur liçenit e ishte aksisueshëm her pas here me anije të vogla, ku qytetarët ose turistët që vinë të lëvizin nga njëri cep në tjetrin. Po, është bërë një studim për disa italianëve në fakt edhe është po që liçeni i Shkodrës është shumë i përshtatshëm mu ba i lundrueshëm prej barkave të vogla me vela, po jo me vela shumë, do me vela të vogla këto të holla që janë. Po pra edhe prej barkave që i kena ne tipike tona, domethënë, ato janë. Është gjë e bukur sepse për shembull ata vlerësoshin që sikur ky liçen do të kishte varka tipike që janë këto me vela të vogla. Jo, e di, e kam parasysh çfarë thosin. Me motor po më shfrytëzon më shumë kjo pjesa pa kur ka erë në liçen sepse thoshin që do të kishte të brite shumë turizëm sepse kur shifen krijojnë atmosferë, domethënë krijojnë atmosferën, tërheqin turistat, po diskutojmë se gjëra është diçka që ka shumë turizëm. Po turizmi malor me di që ti je pjesë edhe e turizmit malor. Po, turizmi malor është ku synojnë më tepër turistët? Turizmi malor për mua është ai kryesori që bjen turistat në Shqipëri, sidomos janë zonat Kelmen, Theth, Valbona, u flas për Verion se ju. Po flasim për Verion, po diskutojmë. Lumi Shal që është i jashtëzakonshëm, aty është turizmi, domethënë që vjen tani dhe na duhet me synu me promovu sa më shumë. Thjesht ajo është problemi, dy defekte që shohin shpesh këto tani të huajt janë me turinat. Sepse jo tonë turistat shkojnë te njëjti shtek, shkojnë vende ku e shohin që ka më shumë me turina se zonat e tjera. Edhe braktisja e kashve që çdo turist kur kthehet aty gjete ky qen masi ka hub kujt sepse ata mendojnë që i ka hub dikujt, nuk e dinë që këto janë braktisë. Domethënë janë dy gjëra që për të keq japin impakt negativ te turistat, kurse pjesa malore për mua është ajo që i bën i thith më shumë sepse Shqipënia ka vende unike, Lumi Shalës nuk është diçka që mundesh me e pa gjithkohë. Është diçka që duhet promovu jashtëzakonisht shumë dhe duhet me punu me turizmin. Edhe është tashmë për rrugës është edhe më i aksesueshëm, edhe qoftë edhe nga mënyra se si e kanë menaxhuar atje, njerëzit mund të shkojnë të pushojnë disa net atje, të shijojnë natyrën me gjithë kulinarinë e shumë çka tjetër faktikisht. Është një, domethënë si thonë ata peshkatar ku del lexojnë peshk çaj kivu atë kallamit, ajo është grepit, ajo është diçka që Shqipënia është grepi që mundet me përdorë Shqipënia për me tërheq turista, sepse turistat vinë bunjë emër Tajlanda e Shqipërisë. Po, ata vinë me ecë maleve, ka male pafund, domethënë Veriu i herë është tonë Shqipënia, din, po ne jena mësu me Veriun edhe normalisht ka shtigje që janë bërë tashmë shumë të famshme, Maja Vajush është ki fundjavë ke trafik atje, domethënë kur njitesh, por ideja është që dojnë edhe një vend ku ata kanë male të afër, por që nuk është se shkojnë me baha mallek më njite, dojnë më relaksu. Edhe Lumi Shalës është një ndër vendet ose Cemi që shkojnë bajnë Cemin atje. Në fillim pati një boom turistik për Lumin e Shalës. Vazhdon me kenë ajo përurje aqe e fortë, e shumët apo... Ajo vazhdon me kenë me turizmin e huaj, sepse na shqiptarët jena mësu që jo marrë këtu kam kenë një herë. Po. Unë shkaj për çdo vit, s'bëhet fjalë, domethënë, edhe shkaj. Edhe më janë, vizitoj një herë në vit e vizitoj. Periudhën që nuk ka hala turizëm, se pranvera është hala pa turizëm, edhe shijoj tamam. Ti e shijon kështu me qetësinë e natyrës me pashën. Po, por është diçka që nuk mundesh me thonë kam kenë e kam pa. Domethënë aty duhet me shku shpesh sepse çdo kush ka nevojë më shkput herë, edhe nuk është diçka që po i lën mangut asnjë vendi tjetër në botë. Domethënë bota kërkon një vend tillë edhe nuk e kanë. Ata bëjnë turizëm me davana që janë si Kodrinor, si një lum që është krejt i orientuar prej robit, këta lumet që janë hala kështu, si më thonë, krejt natyrë të Zotit, krijuar nga Zoti. Me një logina që të ngushtë si është shala, ajo është gjëna mas me promovu, domethënë. Edhe mos me vizitu disa herë në vit, jo vetëm një herë në vit, është diçka e veçantë faktikisht. Të ndihmon kjo qetësia që krijon për moralet tuaja të famshme që kanë marrë emër edhe jashtë kufive të Shqipërisë.
se jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë. Faktikisht Moralet cilat unë i cilësoj si një mesazh, edhe janë ato mesazhet e kodume që na sjellin shumë shpesh edhe të shkumen, por edhe të ardhmen, edhe i thojnë mendjes një lloj mesazhi që ne nganjëherë edhe i humim ato mesazhet. Sjellin ato çastet e veçanta, siç është gjyshi me biçikletë edhe me fëmin, me mesin ose me nipin, edhe shumë të tjera faktikisht, siç janë librat në një vende të ndryshme, por ngjyrat që dominojnë, mendja jote ngjyrosën është jashtëzakonshme. A lemojnë të vendet kaq të pashta që ti me kriju imazhin tonë rrallë? Faktikisht ideja mund të linë për gjithkund, por zhvillimi i asaj ide ndodh në këto vende ku ti nuk e ke trunin e ngarkum, je komplet qetësi edhe aty fillon të punon pak më shumë trun, ndoshta se ka dhe oksigjen më shumë, është edhe biologjia që ndikon. Që për një mend kur ec edhe ke këto pamje, ke këtë oksigjen, ke këtë qetësi, domethënë merr frymëzim të jashtëzakonshëm, që ndoshta nuk e përdor fill sepse ndoshta nuk është mundësia fill një atëherë për me realizu një moral. Po ti mjafton me majt shënim ose në rastin tënd për shembull që shkruan, është diçka që ti ndoshta se ke të gatshme një atëherë, po ti e shkruan, e mon shënim edhe frymëzimin e ke frymëzimin e merr me veti dhe në momente të tjera fillon e përpunon më gjatë. Janë vende që njët që ka lënë aty, domethënë duhesh me fiksu. Ne jep shumë shpesh mesazhe përmes shkrimeve edhe të moraleve. Siç është i fundit, që unë nuk e di pse më ka mejt shumë i skaliton mendja, jo i ngulitun, i skaliton mendja. Zoti na don të lumtun. Më duket se në shqiptarët hala nuk e kena kuptu këtë postulat. Unë e shoh si postulat, Zoti na don të lumtun. A kena kuptu apo se kena kuptu? Apo na duhet një punë, një mund shumë i madh apo me kanë mirënjohës edhe me kuptu se edhe jena të lumtun, por nuk e shohim fort. Nuk po them se nuk du me marrë në prizmin a i kena të gjitha apo si kena të gjitha. Tesh i këtë deshta me thonë edhe vetë, sepse shumë njerëz e shohin lumtunin në arritjen e gjanave. Domethënë bajnë krahasime, e ka këtë edhe pse mos mi pas edhe vetë. Domethënë bajnë krahasime me jetën e tjerëve, edhe dojnë me e pas edhe për veti. Ndërkohë që nuk shohim për shembull që kam i këtë që ndoshta ai tjetri e dishran, ose kam i këtë mundësi që tjetri nuk e ka. Edhe vend që me luftu me ju gëzu një aty në çka ka, domethënë ajo është lumtunia për mua, me ju gëzu aty në çka ke, nuk ka se kush me bën një shkencë me kërku me pas arritjet një masnjishme, domethënë për mua si person, lumtunia është me ju gëzu një aty në çka ke. Edhe për një kur lexova këtë thanje të Don Bosco, sepse pata fatin këtë këmbë veror, me kanë komplet përdit të Don Bosco atje. Edhe me shkru këtë morale, me shkru këtë shpreje. Ishin fëmijë që u kënaqën, domethënë, edhe kënaqësia që shifsha kur vishin prind që më thoshin të lumshin dorë se unë kam punu disa ditë sepse mas punet kisha orar të kufizum se një kohë caktuar. Edhe ma dasht 1 orë 2 orë në ditë me punu mas ditë e vishin prind me marr fëmijët atë lexu këtë Zoti na don të lumtun, u interesoshin. Edhe pjesa bukur të Don Bosco është se vinë prind nuset mlume, nuset zblume me marr fëmijët, si më thënë, edhe Zoti na don të lumtun është diçka që na përfshin tonëve, edhe mendova nga që është vetë veni oratori Don Bosco dhe thanja, është një nga thanje që ka thënë Don Bosco sepse ai ka thënë shumë, po është diçka shumë përfshirëse për mua. Domethënë që me menuj këtë gjë pse nuk i lumtun, domethënë duhesh kajherë me i babi atë mungon në gjë që ti nuk e ke këtë. Jo pa qëllimin e sollame. Edhe prandaj e bona, është diçka e bukur, jo sugjeroj me pa kur t'ju bin rruga nga Don Bosco. Ashtë e madhe. Jo vetëm me pa, po dhe me menu këtë, Zoti na don të lumtun, sepse unë jam menu shumë gjatë kur unë e pash fotografuar, nuk kam shku me vizitu hala, jetoj në këtë qytet, po do të shkoj patjetër, por e pash punën që kishte bë Mimi, ndërkohë që jam taku disa herë dhe shpreha ishte një gjetje e mrekullueshme. A do të kena në një vepër të së shpejti se ti vetëm kur i shoh pastaj kur i zjarr në rrjetet sociale dhe them paska bën një vepër tjetër artit faktikisht. Faktikisht
kujt që vizitojnë këto murale, edhe ke ndonjë feedback domethënë, ka komente ose komplimente pse jo. Ka të huj që i kërkojnë guidave nëpër qytet, për shembull, kur kalojnë shohin muralet. Edhe disa nga guidat të përshrivedin që punojmë nëpër qytet, bëjmë edhe pjesën të normalisht sheshi 2 prilli edhe pyesim për shembull për pjesën e gjyshit me fëmijën, pse sa kanë vu vitin aty. Është e vërtet vitin. Edhe nga që ka kanë historikun deri diku, ai viti kishin historikun e bicikletës. Po, është se bicikleta ka pas se kena foto të vjetra marrë, që kena pas gjithmonë. Është kështu, por nga që ai vit është viti kur ka ardhur konsulli suedez që ka bërë diçka si më me impakt publik atë të diftu bicikletën si simbolik, ka me si viti kur është fillu përdorimi masiv i bicikletave dhe tantë shpyesin okej sa është simbolizon gjyshi me nipin atë pjesën do të më dhënë mesazhin e qytetit. Po ç'është ja, gjithmonë pyesin domethënë historinë. Do një historinë në fund këtë më i them se harrova e kam bërë vetë në fund këtë. E prezantoj më në fund këtë dhe dojnë me ditë si thonë, sepse ka shumë që e din se jashtë muralet japin një mesazh që domethënë për një bashkëpunim, për një tematika, ose është bë për një ditë veçantë o diçka, edhe pyesim me çfarë rastit është bë, ose çfarë do të thonë ajo. A dini edhe më pëlqen ky fakti që ka interes, domethënë, dojnë me ditë. Çdo faktikisht po ka interes deri këtij lloji artit. Edhe sjell mënyra të ndryshme, por edhe është atraksion pa diskutim. Për disa, adin është një motiv më shumë me pru njerëz në qytet, po thonë. Se pyesin për moralet. E shohim edhe në këtë mënyrë. Mim libra që duhet lexojmë këtë verë, sepse ne filluam me librat, kështu me synime, po nuk e dhamë si këshill kështu. Ti përmend Orhan Pamuk faktikisht, autor që mund të lexohen, përmend Safan. Se janë autor që e merr me qetësi, sepse normalisht kur je në plazh, po marr plazhin sepse zakonisht robi atje kërkon qetësinë për me lexu. Janë libra që ja din të fusin mend, kanë pak nostalgji, bëjnë pak me menu, nuk janë të ngarkum që ti me thonë që që harrova, që po mik, se po ti ki presi, nuk është se po fiket bota. Po, pastaj mund është mirë. Unë kam sjell faktikisht të në studio, duke nda Edgar Allan Poe faktikisht me Libja, është një përkthim i veçantë me tregime, gjë që për verën do të ishte fantastike faktikisht dhe janë këto tregimet janë të përthithshme, më të lehta për verën, më të konceptueshme, por kam edhe 3 miq shumë të mirë, të cilët janë 3 romane lehtësisht të kapërtishëm për verën, por edhe shumë të thellë dhe të bukur. Kina Melita Vjerdhen me 7 maskat e javës, kam mikun tim Liridon Mulaj, Net dhe Mjalt. Faktikisht është një roman tepër i veçantë, unë uroj të ta kemi së shpejti Liridonin në studio, bashkë me romanin e tij. Përshëndesim pa diskutim. Gjithashtu kam edhe Beti Plepçin. Beti Plepçi vjen me një novelë e titulluar Për te vetes. Është një histori e vërtetë e një gruaje shumë të fortë dhe historia e vërtetë e një gruaje të fortë e cila përfaqëson shumë nga gratë shqiptare dhe historinë e grave shqiptare. Dhe pse jo me këto libra ne edhe mund ta mbyllim, por unë po lexoj edhe një përkthim tjetër të Elmazit me një autor të cilin unë e kam shumë për zemër, Mahmud Dervish. Edhe titullohet Çfarë është atë dheu faktikisht, po nuk gabojmë, Mahmud Dervish. Nuk është një pyetje se cilës i përgjigjes dhe vazhdon rrugën. Ai është një herazi, jeta jote dhe kauza jote. E para dhe mbi të gjitha ai është identiteti yt. Në çastin kur ata u bën qytetar, ti u bëre refugjat. Nëse këmbët tua shkelin këtë tokën tënde të çojnë në gjyq. Nga gjyqi në margim. E kur debaton me ta, herë të akuzojnë për agresion e herë tjetër për fantazi. Dhe pikërisht atëherë e kupton për herë të dytë se çfarë është atë dheu. Ai është malli për vdekjen, që të mund të rikthesh të drejtën dhe tokën. A dheu nuk është thjesht tokë. Ai është toka dhe e drejta së bashku. Toka është me ta. Dhe pasi e përvetësuan me forcë, nisën të flasin për një të drejtë të fituar. E drejta e tyre ishte histori dhe kujtime. Pastaj u bë tokë dhe pushtet. Ndërsa ti, pa fuqi, humbe historinë, tokën dhe të drejtën.
Unë e zgjolla për ta mbyllur këtë emision. Uroj që të kemi sjellë shumë çka për letërsinë e huaj dhe edhe shqipe, patjetër bashkëkohore shqipe me autor tan. Edhe për çdo emision në të gjitha puntatat e tjera ne do të kemi libra që do t'i sugjerojmë për njerëzit gjatë pushimeve verore dhe patjetër që do të kemi një artist po kaq karizmatik dhe interesant siç është Nermin Shurta. Nermin, unë jam shumë mirënjohëse që erdhe në studio. Nuk e kuptova se si iku ora dhe kemi thënë shumë çka për kaq pak kohë së bashku. Por takimet tona mbeten gjithmonë të këndshme dhe të bukura, ashtu si udhëtimet e herë pas hershme. Shumë faleminderit dhe i uroj dëgjuesve tuaj ton. Patjetër. Një verë të marrë dhe sa më shumë gjëra të bukura. Mirupafshim miq, së bashku të shtunën tjetër.